Miqt Radio Ngjallja, jemi në kompleksin e katedrales Ngjallja e Krishtit këtu në kryeqytet. Jemi pikërisht me poetin dhe analistin e njohur me zotin Luan Memisha. Në fakt sot me zotin Luan do ndalim të flasim pak për Hirsi Kozmajin, për Hirsi Kozmaqirion, me të cilin Luani ka njohje të hershme, kanë punuar së bashku dhe gjatë një takimi rastësor në katedrale pikërisht ai më tregoi për hirsinë e tij për Imzot Kozmajin. Në fakt, Luan, unë të falenderoj shumë edhe që pranove për Radio Ngjallja të na japësh këtë intervistë të veçantë. Siç e thash, është një kënaqësi që të flasësh këtu te kjo kish, te shtëpia e Zotit, dhe aq më tepër për njerëz që janë përkushtuar njerëzillëkut, fesë të shquar që kanë bërë që plotësojnë porositë hyjnore të Zotit dhe forcojnë besimin tek njerëzit. Njëri nga këta është edhe atë Kozmaqirio, të cilit për fat unë kam njohur personalisht dhe rastësisht se kemi punuar në një ndërmarrje bujqësore të Vlorës ose në Bëvlora, si quhej atëherë. Ky ishte nga Bestrova e lartme, se në Vlorë ka dy Bestrova, e lartme dhe e poshtme, në të cilë nuk isha shumë miq, shok. Kam ngrënë bukë në shumë dyer të Bestrovës dhe një nga ata njerëz që më tërhoqi vëmendjen ka qenë dhe atë Kozmaqirua. Për arsye të pozicionit të tij si njeri i Zotit, shërbëtor i Zotit, dhe ky kishte shumë reputacion në të gjithë njerëzit, se edhe pse mbas 67-s u bë ajo lëvizje brutale që u ndalua feja, u shkatrua, dhe për njerëzit nuk e humbën besimin te Zoti. Por që njerëzit të mos ta humbasin besimin te Zoti, duhen dhe njerëz më të zgjuar, të përshtatur për fen, çfarëdo fe është, që të forcojnë besimin tek këta njerëz. Dhe një nga ata ishim dhe ne, shumë të rinj, megjithatë, duke qenë njerëz të shquar, njeri perëndijës, si i themi ne në Vlorë, një nga ata ishte edhe atë Kozmaqiro që na forcoi besimin tek Zoti. Unë kisha biseduar me të, jo thjesht të drejtën që për tema shumë të zgjeruara fetare, por bisedoja dhe thosha me vete, si i ri që isha, që ç'është ky njeri dhe çfarë predikon, ku e gjen forcën. Ai me sinqeritet të mushte mendjen dhe ëmbëlsia e fjalës tij, urtësia dhe zgjuarësia, inteligjenca e lartë e profilizuar te kjo feja, rruga e Zotit, ai ta forconte tamam besimin. Ne një pjesë e kishim të përforcuar dhe në familje, të gjithë ne të rinj, djemë dhe vajza, po aq më tepër kur kishim kontakte. Këto kontakte ishin mbas 67-s, ishin diçka të maskuara dhe pak si fshehurazi, për arsye se regjimi nuk e lejonte këtë, se prishi fen, ndaloi besimin te Zoti, por nuk ndaloi te zemra besimin te Zoti. Dhe një nga ata që ky vente dhe gjente, si thuash, stre zemre, ishte edhe një miço, i shoku im i feminist dhe moshatar im që kemi bërë bashkë, vendet e shtëpia këtia dhe nën e tia edhe babai tyre Kiçua e pristin me zemër në dorë, si thonë. Ashtu si shumë familje të tjera, Kordha, Koreta, Tereziu, shumë familje të tjera që për momentin nuk më kujtojnë të gjithë, po i kisha në zë, Koreta, Kordha e këto, dhe kam dhe fotografira me Bestrovë, me banorët e Bestrovës e të gjithë, dhe njëkohësisht, kohët e fundit, një shoku im i feminist, Spiro Qirzgjidhi, i biri Koço Zengjinit nga Vlora, familje me besim te Zoti dhe predikon te Zoti, dhe prindrit e tij sidomos, po dhe këta të djemtë e tij, 4-5 djemë që ka. Njëri nga ata, profesor Dionis Qiritzidhi, ka pritur e përcjell në shtëpinë e tij, që nga Anastasiu në Latësi,
edhe të gjithë priftërinjtë e tjerë duke përfshirë dhe atë Kozma Qirio në shtëpinë e tij. Këto ai ka shkruar dhe materializuar në një libër që ka nxjerrë para 2 vjetësh, Im vëlla Dionisi. Ja ka kushtuar vëllait i Dionisit, se ky Dionisi me shkollë të lartë, me shumë kulturë dhe me aktivitet në Vlorë, ka pritur dhe përcjell të gjithë këta dhe vllait i Spiro që i zgjidhi i ka materializuar dhe përshkruar në një libër. Unë e kujtoj me shumë dashuri dhe shumë këtë njeri hyjnor që na forcoi besimin te Zoti dhe për fat të mirë në datën 10 gusht të këtij viti në Vlorë ishte një rastësi ose fati e pruri që më dha një ftesë shumë të bukur dhe shumë të dashur nga ana besimit në kishën ortodokse të Vlorës, Shëntodri, që unë e kam afër shtëpisë në Vlorë, bëj përkujtimi i këtij zotnie që unë e kisha, si thuash, nuk më hiqej nga kujtesa, për mirë vetë kuptohet, edhe si njeri i Perëndis, edhe vajta atje në datën 10 gusht, pam filmimin, pam atë ceremonin, korin e kishës e të gjitha, një gjë shumë hyjnore, shumë ashtu, hëngrëm dhe drekën dhe uruam njëri tjetrin bashkë me priftërinj të tjerë të vendeve të Lushnjës, të Firit, e këto ishin atje, dhe kujtuam një nga njerëzit e shenjtë, atë Kozma Qirion, me shumë dashuri dhe i lutemi Zotit që na ka falë mbi tokë këta njerëz mirë. Zoti Luan, më përmendet pak që përveç mirësisë dhe bukurisë që ka vetë feja, duhen dhe njerëzit. Dhe ju pat diçka të veçantë që u tërhoqi me të drejtë e quanit atë Kozmajn, apo Irsi Kozmajn siç e kemi ne, e quani sepse ai u ngrit në gradën e episkopit, e quani njeriu Perëndis. Mund më thuash pak më tepër përveç urtësisë së tij që më përmendë, disa karakteristika të veçanta që i shihje tek atë Kozmaj? Ajo që ishte më kryesorja, ky person shumë i dashur, se ai kishte një të folur hyjnore dhe ne kishim të rënjëzuar në mendjen tonë që ky njeri, shikonim atë lloj padrejtësie që ishte bërë të gjithë popullit, jo vetëm atij, dhe ky njeri kaq i mirë, pse ta psoj kështu ose çfarë faje bëri për shembull. Dhe ai në muhabetin dhe në marrëdhëniet, në komunikimin me komunitetin në përgjithësi, e aq më tepër me ne të rinjt, ai të bënte për vete. Në kuptim, si i thonë, tamam njeri Perëndia, si i themi ne në Vlorë, por sot, sikur priftërinjtë e tjerë ose njerëzit që janë vënë në shërbim të Zotit jemi të gjithë, po ata që punojnë janë vënë në shërbim të tij, duhet më shumë komunikim me të rinjt, për arsye se për fat keq, avash të rinjt po marrin rrugë të tjera të gabuara. Kjo është një lloj frenimi që ata jo vetëm që i fut në rrugën e Zotit, po dhe u forcon besimin për të nesërmen. Dhe njerëzit, njeriu vetë kur e shikon keq në fund, kur i dhëm shpirti, do me thënë që s'ka ku vete më, thot o Zot, pa dashje. Tani pse ndodh kjo? Kjo është hyjnore. Dhe këtë ta rrënjosin njerëzit e mirë, ose si të thuash njerëzit e zgjedhur që si ka zgjedhur njeri, po janë përshkushtuar vetë, po i quajtë zgjedhur në thojza, si ndjes pas atë Kozma Qirio, apo të gjithë këta klerikët që janë sot në shërbim, që unë i përshëndes nga zemra. Zoti Luan, në fakt ju kishit dieni për aktivitetin e Irsi Kozmajt, atë Kozmajt. Edhe ne e pam edhe të dokumentarin datën 10 gusht, ku dhe ju ishit i pranishëm atë ditë, e pam që ky personalitet, përveç se shkonte në shtëpit e besimtarëve që e kërkonin, dhe aty kuptuam që kisha kur nuk u mbyll, edhe feja të themi nuk u mbyll në Shqipëri, pari se komunistët menduan se i dhanë fundin e dërmën fes, por ai që të bëjmë të përshtypje nga ai që kuptuam tek ai dokumentar që pam,
mësuam që edhe kryepiskopi Joan, kryepiskopi i Kishës ortodokse autoqefalet Shqipërisë, pikërisht ishte pagzuar atje në vitin 1974, te bodrumi i shtëpisë Atë Kozmajt. Ju e dinit edhe gjithë aktivitetin që ai bënte. Ne mësuam aty që ai çdo të diele të kremte bënte edhe mesh në shtëpi. A rrezikonte kjo jetën e këtyre njerëzve në fakt, sepse ne e dim që sistemi komunist për disa gjëra nuk të falte, aq më tepër ato që kishte të ndaluar me ligj, dhe në vitin 1967 feja u ndalua me ligjin atë. Çfarë rrezikoi Atë Kozmaj dhe çfarë rrezikoi dhe familja e tij në fakt, zoti Luan? Atë Kozmaj, ashtu si të gjithë predikuesit e fesë dhe njerëzit e Perëndisë, si i thonë, atëherë luftoheshin shumë. Ne nga historia dim që nga veriu deri në jug që komunizmi mori, torturoi, pushkatoi dhe nga torturat më të padëgjuara në radhë parë ishin shërbëtorët e fesë. Një nga ata nuk mund të bënte përjashtim dhe Atë Kozmaj, i cili predikonte fshehurazi në shtëpinë e tij, në bodrumin e shtëpisë ose në vende të fshehta të miq e shok ku kishte besim, se atëre shumë njerëz përgjonin të vënë nga sigurimi i shtetit dhe ne nuk e di, janë qindra besimtar të fesë nga të gjitha fetë që e kanë pësuar në burg dhe sot u dërgjen kockat nuk e din se ku, vetëm për arsye të guximit që të shonin fjalën e Perëndisë. Një nga ata, kjo është më shumë se trimëri, po kur ke besim te Zoti nuk ka trimëri, është më shumë se trimëri, e bënte edhe Atë Kozmaj në shumë familje, edhe në qytetin e Vlorës. Këtë e përmend dhe miku im në atë librin që thash Spiro Qizgjidi, që se edhe ky vetë Atë Kozmaj është thirrur disa herë me sa di unë, një 3-4 herë, për këto gjëra, se njerëzit ishin, si të thuash, sy e vesh për fat të keq dhe raportonin me njëherë. Por ne jemi të lumtur që nga ne, mua dhe shumë të tjerë, qindra të tjerë, nuk e gjeti gjë, për arsye se dhe ai, duke nisur nga respekti apo nga ajo vlaga e dashurisë për të çuar fjalët e Zotit, shpreh në shumë vende dhe patjetër që këta e kishin raportuar atje. Dhe shumë kolegë të tija e kanë pësuar dhe janë dërgjur burgjeve, sot studiet as kockat ku i kanë, e thash këtë, dhe Atë Kozmaj ishte në buzë të briskut, ishte në një rrezik shumë të madh. Se në çfarë shkallë ishte rreziku atëre, duhet kesh jetuar atë kohë që ta kuptosh tamam. Se sa do ta shprehësh me llafe, prap se prap njeriu nuk gjen aftësi të shpreh atë regjim makabër dhe atë luftë shumë të egër që u bëj këtyre personave që ne i përmendim me dashuri edhe sot. Zoti Luan, unë ju falenderoj shumë, edhe për mua ka qenë një nga intervistat e veçanta që kemi zhvilluar në median tonë të Kishës, në median Gjallja. Edhe ju falenderoj shumë për kohën, edhe për sfiduam pak edhe të ftohtin në fakt, sepse jemi edhe këtu jashtë, por donim që dhe pamjet të na dilnin sa më mirë, dhe falenderojmë edhe Diak Aleksandrin që na shoqëroi. Unë u them juve dhe shok dhe kolegëve tuaj të flasësh për Atë Kozmaj Qirion dhe për të gjithë njerëzit që predikojnë fen dhe forcojnë besimin tek njerëzit, është gjëja më kulminante që mund të bëjë njeriu në jetën e tij dhe asnjëherë nuk është e tepërt. Falenderoj shumë zoti Luan, edhe ishte një kënaqësi shumë e madhe që zhvilluam të bisedë së bashku. Miq Radios Ngjallje, ishim me zotin Luan Memisha, me poetin e njohur, në fakt nga Vlora, një mik dhe një njeri që e takoi dhe e njohu nga afër në rinin e tij, edhe Hirsi Kozmaj Qirion, nga Bestrova e Vlorës. Miru dëgjofshim dhe miru takofshim në emisionet e tjera.